Përshëndetje të dashur binjak, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është libri. Libri është apo pasqyron gjërat që ta them kështu, ka diçka që nuk e di ende. Një informacion një të vërtetë ose një përgjigje që është fshehur ose që do të zbulohet. Në fakt, kjo letër flet për sekrete, dije të fshehtë, mësime ose përvoja që ende nuk janë thënë hapur. Ajo është një thirrje për të kërkuar më thellë dhe për të mos gjykuar vetëm sipërfaqen. Të dashur binjak, në jetën apo në marrëdhënie, dikush mund të mos jetë plotësisht i sinqert, ose mund të ketë diçka që nuk është thënë ende. Mos nxito të besosh ose të veprosh pa ditur gjithçka. Në jetën personale, ti po rritesh nëpërmjet përvojave që të mësojnë gjëra të reja për veten. Mund të jetë koha për të studiuar, mësuar ose kuptuar më shumë para se të veprosh. Në punë, karrierë, ka mundësi që nuk i ke parë, ka mundësitë që nuk janë parë ende, ose një informacion që do të ndihmojë të marrësh vendimin e duhur. Kërko më shumë, bëj pyetje, mos u kënaq me atë që duket. Pra të dashur, disa përgjigje, do të në përgjithësi kjo letër tregon disa përgjigje janë të fshehura, por për një arsye, mos u ngut. Kërko të vërtetën, jo versionin e thjeshtësuar. Kur libri të hapet, ti do kuptosh pse duhet të prisja.